Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Bëni subscribe. Miqtë mi, kujdes, nga nesër fillon Safe City, qyteti i sigurt. Dhe, për cilat dënime prej nesër fillohet, me cilat dënime prej nesër? Parkimi jo i rregullt. Lëvizje me shpejtësi më tepër se sa që është shkruar në për tabela. Hyrje në të kuqen dhe vozitje me afat të kaluar të lejes së librezës për vozitje. Nuk më besoni, ja dëgjoni, sa po doli tash zëdhënësi e qeverisë së Republikës së Maqedonisë, më saktë zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Brendshme. Министерството за внатрешни работи ги известува граѓаните дека од утре започнува со функционирање системот Безбеден град. Системот ќе стартува на територија на градовите Скопје, Куманово и Тетово, како и долж коридорите 8 и 10, со што ќе започне со санкционирање на граѓаните кои направиле прекршок детектиран од камерите. Во првата фаза, системот ќе детектира 4 типични сообраќајни прекршоци: непрописно паркирање, управување на возило со брзина поголема од дозволената, управување на возило со изминат рок на важност на сообраќајна дозвола, како и минување на затворен сигнал, односно црвено светло. Po pra, dëgjohet. Kujdeso. Dhe nuk është humor kjo, po tash në vazhdim do t'tregoj një realitet mjaft interesant. Në fund viteve 90-ta, fillim viteve 2000-ta, kisha një telashe juridike pronësore këtu me njoftimin tim i nacionalitetit maqedonas. Dhe e humbi gjyqin. Por mbi gjitha, kur të kthehen të gjitha argjimet e mia, sot e kësaj dite nuk mund të marr asnjë lek. Dini pse? Sepse avokati i tij kishte bërë një kërkesë deri te komuna e Tetovës, për arsye se kishte i papunë, atëherë lëshuar nga fabrika Tetex dhe ende nuk dhe statusi i tyre, të gjitha argjimet si rast social të hiqte komuna e Tetovës. Provojeni. A ju që e keni hetuar Bilalin nuk keni të drejtë. Bilali e tha në mënyrë publike, unë e kam kërkuar dhe jam pajtuar që të ketë Safe City në qytetor, në këtë mënyrë do të rregullohet edhe haosi në komunikacion. Haosi në komunikacion është i viti, zgjidhja jote. Pra të lavdërohesh ti gjatë gjithë kohës, edhe në 2021-shën, por edhe tash. Okej. Ka dikush tjetër që i vlerëson këto, ai nalt. Dhe mbi gjitha, ju në Shkup, s'keni pse, keni agonizet, i cili, merrni me mend, 5 orë pasi Mickovski e tha në Tetov, i cili ishte në Tetov, sot dhe bëri, unë kisha thënë, renovim. A ishte renovimi, a ishte për 1 milion euro. Nuk jam ekspert, por nuk më duk se ishte për 1 milion euro. Ishte bërë mirë, por nuk më duk se ishte 1 milion euro. Dhe është problemi atyre që e kontrollojnë dhe e vërtetojnë. Foli për shumë çka sot Mickovski. Çdo gjë ishte deri në detaje e përpunuar. Por kam parë shumë njerëz aty të cilët më kanë befasuar, edhe nga bloku maqedonas dhe nga bloku shqiptar. Befasoi politikbërësit e komunës që Mickovski ja u tregua aq zemërgjër sa që ja la Bilal Kasamit të flasë i parë. Dhe merrni me mend, asnjë pyetje nga gazetarët nuk pat Bilalin. Asnjë. Vëresha se dikujt në për gazetarë u vinin mesazhe, por kretë shikonin punën e tyre sepse duheshin të përgjigjen redaksive të tyre. Dhe Mickovski tha, shumë gjëra, por ajo cila ra foli edhe për post-monitoringun, se tha është fitore e kësaj qeverie. Akuzoi qeveritë e kaluara, që ka të drejtë, por se është fitore post-monitoringu, pas pak sepse do ndalem edhe pak te Mickovski sot. Pra, ishte edhe zonja Ministreshe e Arsimit, e cila çfarë nuk tha, por edhe tha edhe diçka tjetër, se do e bëj kanë shkollën fillore në fshatin Selc, do e bëj kanë disa salla sportive në për Tetov e kështu me radhë. Të gjitha ato sipas asaj unë që kam njohuri nuk e kalojnë 1 milion eurosh. Ndërsa vetëm një shkollë fillore në Shkup, kohën e BDI-s ka kushtuar 5 milion. Shkollë e mesme që mban emrin Kiro Gligorov. Mos flasim për këtë tash në lagjen e aerodrom që lëshoi vet Mickovski. Okej. Kur nuk ke mundësi, është një jetë kuranor, thot, thuje me zemër, dhe pasi nuk mund të ndryshosh gjërat. Vazhdojmë edhe më tej, pra, mbetëm në mes të rrugës sa asaj që quhet ndryshim. Vleni, e kemi thënë dhe përpërsimim, nuk ka kapacitet intelektual për të bërë ndryshimet. O njerëzor, jo se jo.
Por ajo e cila sot mund ta kaploj edhe Ballkanin këtyre ditëve, po pritet pranvera, nga ajo që kam unë informata nga të huaj, ndërkombëtarët. Një Mesut Shabani, mos harroni, kë nuk njoh, që nuk jam marrë një kohë të gjatë sepse mendojsha se çdo gjë do shkojë në rregull, dhe unë pata besuar se ndryshimi vërtet janë këto. Mirë, po kur ndodh ndryshimi, fillon prej meja i pari e pastaj të tjerët, çfarë ndryshimi njësoj si BDI-ja. Pra, Amerika sot nëpërmes Meksikës e kushtozon Kubën. Kuba, qeveria e Kubës tha kemi edhe për 15 orë deri në 20 orë derivatet e naftës për vozicit, cilë do variant, ose autobusa dhe veturave. Sepse edhe Meksika më nuk po lejon Shtetet Bashkuara të Amerikës në për disa ujëra të saj të kalojë të dorëzojnë Kubës naftë. Po ashtu, veç më e dini, Venezuela më tash nuk ka, dhe ato e kanë ndërprerë komplet. Pra, Kuba do ballafaqohet me kufizime shumë serioze. Kjo mund ta gjejë edhe Ballkani, shumë shpejt, mendoj në pranverë. Jo vetëm me derivate të naftë, por me shumë prodhime të tjera. Okej, nuk është okej, por ne vazhdojmë atje ku e lam. Pra, sot, kryeministri i Maqedonisë vërtet u mundua që të luaj ping-pong. Qenë ka post monitoringu fitore. Ai nuk po e thot vërtetën miq të mi, po e shtrëmbon realitetin politik evropian. Ja çfarë po ndodh realisht. B nuk e ka hequr Maqedoninë nga monitoringu sepse është e kënaqur, po sepse është proces i zgjerimit dhe situata është ngrirë politikisht një herë. Maqedonia nuk ka bërë përparim real, sidomos në reformat kushtetuese dhe sundimin e ligjit. Dhe B nuk harxhon energjinë në vendet që ecin përpara. Pra, lodhje politike është jo lësim pozitiv, për atë edhe manipulon tash Mickovski. Pastaj, çfarë krahasimi mund të ketë sepse ai u ndalet te qeveria teknike dhe u tha, le dalin që po e mbajmë edhe deri në zgjedhjet e ardhshme, le dalin dhe fitojnë. A dini cili është dallimi? Mickovski jo që se di. Monitorimi është i barabartë me qeverinë teknike. Mickovski po lidh dy gjëra që nuk kanë lidhje direkte. Monitorimi i BE-s është mekanizëm evropian. Mirë, po qeveria teknike është mekanizëm i brendshëm kushtetues i Maqedonisë, i dal nga marrëveshja e Prizrenës 2015. BE kur nuk ka thënë se s'ka nevojë për qeveri teknike, asnjëherë. Këtë po thot vetëm Mickovski për interesa partijake. Pra, oferta sado që duket bujare për opozitën, taktikë e demokraci, kur thot le të ketë qeveri teknike deri në zgjedhjet e ardhshme, ai në fakt pranon se tani nuk e do sepse e kontrollon këtë institucionet. Po sa që i pamën të zgjedhjet e fundit. Më vonë po, ku nuk e rrezikohet pushteti. Kjo nuk është kompromis, është zvarritje e kontrolluar. Cili ishte mesazhi vërtet i BE-s? Jo ai që thot Mickovski. Mesazhi real është ky. Pa ndryshime kushtetuese nuk ka BE. Pa shtet funksional nuk ka presion evropian, pa vullnet politik BE kalon te temat e veta. Dhe Mickovski përshet këtë si fitore sovraniteti, por në praktikë është izolimi i heshtër ndërkombëtar. Pra, edhe njerë, Evropa nuk e liroi Maqedoninë nga monitorimi. Evropa utëroi sepse kjo qeveri nuk lëviz. Dhe kur BE hesht, zakonisht shenjë alarmi, jo lavdrimi. Pra, kemi këtu mbi mos përputhshmërinë kushtetuese të interpretimit të qeverisë lidhur me monitorimin brez dhe qeverinë teknike. Kam unë një opinionin tim juridik i cili shqyrtohet nëse interpretimi i qeverisë së Republikës së Maqedonisë, sipas të cilit mungesa ose zbehja e monitorimin nga Bashkimi Evropian justifikon mosbatimin e mekanizmit të qeverisë teknike para zgjedhjeve është në përputhje me rrjedhën kushtetuese dhe ligjore të shtetit. Sepse korniza kushtetuese dhe ligjore thotë në unitet, paragrafi 1, alinea 3 dhe 4 e Kushtetutës përcaktojnë sundimin e së drejtës dhe ndarjen e pushteteve si vlera themelore të rendit kushtetues. Në 9 i Kushtetutës garanton barazinë e qytetarëve para ligjit dhe ndalon privilegjet institucionale. Në 22 i Kushtetutës garanton të drejtën për zgjedhje të lira, të drejtë dhe të ndershme. Në 8 i paragrafit 1, alinea 11 e Kushtetutës e përcakton integrimin evropian si interes strategjik të shtetit. Mekanizmi i qeverisë teknike buron nga marrëveshja e Prizrenës dhe është i konferuar në legjislacionin zgjedhor dhe praktikën kushtetuese. Pra, mungesë e bazës juridike kemi për lidhjen me BE dhe të qeveria teknike. Nuk ekziston asnjë normë kushtetuese ligjore apo akt evropian që kushtozon zbatimin e qeverisë teknike me ekzistencën ose jo të monitorimin nga BE. Përjedhoj, çdo lidhje e tillë është interpretim politik, jo juridik. Po vetë Mickovski thotë, Maqedonia nuk ka ende kushte juridike për shkak se besimi në gjithësore, përfshirë këtu të gjitha institucionet, me apel, me gjykata, me gjykatë kushtetuese, me çdo gjë që ka të bëjë me jurisprudencën, besimi edhe të gjyqtarëve është 2%. Më uli skur. Për atë dhe nuk u arrit rrogat.
Dhe qeveria teknike edhe njerë përbën instrumente në neutralitetit institucional në periudhën zgjedhore dhe ka për qëllim kufizimin e abuzimit të resorëve ekzekutiv, garantimin e barazisë zgjedhore, forcimin e besimit politik në procesin zgjedhor, si dhe mbështetimi i saj pa ndryshim paraprak ligjor ose kushtetues, bie ndesh me parimin e sundimit të së drejtës. Pra edhe njerë, interpretimi i heshjes ose distancimi i BE-s si mungesë nevoje për monitorim është juridikisht i pasakt dhe politikisht i rrezikshëm. Integrimi evropian si interes strategjik kushtetues kërkon rritje të standardeve demokratike, jo reduktim të tyre. Vleni gjuna, nuk din ata asgjë. Në bazë të analizës së mësipërve konstatohet se interpretimi i qeverisë nuk mbështet në asnjë normë juridike të brendshme apo evropiane. Dhe ky opinion konstaton se argumenti i përdorur nga qeveria përbën devijim interpretativ me pasojë kushtetuese dhe demokratike. Pra, edhe një herë, Mickovski kur thotë se është post monitoringu fitore, del se është manipulimi pastër. Nuk e thotë të vërtetën, por e shtrembron realitetin politik edhe atë evropian, merrni me mend. Ndërsa, Iset Meqiti u paraqit 5 orë pasi foli Mickovski në orën 11 për rastin e gazetarës Liridona Veseli. Ne i urojmë durimin Liridonës, po do të ketë mjaft vështirë me këtë shtet. Foli nga përvoja. Dhe dini çfarë më ka befasuar? Më ka befasuar qeveria e Kosovës, për të mirë. Agjencia e Ushqimit të Veterinarisë së Kosovës ka ndaluar importin e deleve dhe dhive nga Republika Maqedonisë së Veriut dje pas konfirmimit të sëmundjes liadhënde dhe dhive në zonën e Lipkovës. Bravo. Ndërkohë Aleksandar Vučić ja kaloi Mickovski duke premtuar pagën mesatare në Serbi, e cila tha është tash 1.000 euro do kaloj. Standardi është rritur më të paktën 50%. Aleksandar Vučić se tash Mickovski, okay, nuk është dallim i madh. Nuk është dallim i madh, pra. Gjithandaj vetëm kërkesa. Pra edhe një herë. Kujdes, vetëm Amerikës nuk i thuhet pesdevink. Të gjithë të tjerë mund të thuash. Por ajo që më ka befasuar, besoj se edhe ju gjatë ditës së sotme në mbrëmje dhe nesër do hasni për shumë jume është dorëheqja e Laçakut. E mbani mend Laçakun. Ai që vinte në Kosovë dhe në Maqedoni takoi edhe me BDI-n, me çdo kënd takoi dhe vetëm buzëqeshte me do flok ashtu të ndara. Ishi dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Restov Rashov, i cili para se të vijë në Kosovë ka qenë përfaqësues i Slovakisë në Bosnjë dhe Hercegovinë, ka dhënë dorëheqje nga pozicioni i këshilltarit të kryeministit slovak Robert Fico pas komunikimeve të tij me detyruarën për krime seksuale Jeffrey Epstein, të cilat u bën këtyre ditëve publike. Dhe dini cili ka qenë mesazhi? Jeffrey Epstein, i cili ofroi gra dhe motër atyre, ish përfaqësues i slovak në Bosnjë dhe Hercegovinë. Batave. Për atë kujdes, edhe ne kujdes kë zgjedhim. Kujdes, po mbi gjitha nesër zgjidhni mirë dhe bëni mendjes një ftohje, a do delni apo jo. Prej nesër fillon Safe City dhe dënimet do kërcëllojnë. Mos u përzitni që në Moskë është paralizuar fuqitë rus nga rreshtet rekorde të dëborës. Çfarë pritni në Moskë të ndodh? Nalt është dikush tjetër dhe tu poshtë jemi ne. Zbatojmë apo nuk zbatojmë, ai është korrigjues. Dhe njerë për fund, unë jam Mesut Shabani, ishit në podcast-in Mesut Shabani, bëni një subscribe.